Pas disa muajsh nga zgjedhjet e fundit parlamentare, Kosova do të shkojë përsëri drejt zgjedhjeve. Kësaj radhe shkaku bë dështimi i kuvendit për të zgjedhur brenda fatëve kushtetuese presidentin e ri të Republikës. Shpërndarja e parlamentit dhe dekreti për zgjedhjet e reja parlamentare u njoftuan nga presidentja Vjosa Osmani në një konferencë për shtyp. Osmani tha se deputetët e kuvendit kanë pasur në dispozicion 23 ditë për të zgjedhur presidentin e ri dhe se dështimi i mbrëmjes së djeshme ishte i mirë kalkuluar. Ajo tha se Kosovës përsëri në zgjedhje e quan njerëz të papërgjegjshëm dhe me qëllime të rrezikshme. Gjatë deklaratës për shtyp, presidentja Vjosa Osmani tha se qytetarët s'kanë nevojë për vonesa, por për politikë që si trembet përgjegjësisë. Osmani theksoi se është e vetëdijshme që dekreti mund të kundërshtohet nga gjykata kushtetuese, por s'ka qenë kurrë më krenare për një vendim. Përfaqësuesit e popullit mbrëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Kjo situatë ka qenë plotësisht e evitueshme. Është fatkeqësi e madhe për këtë shtet që ata nuk zgjodhen interesin e Republikës së Kosovës. Prandaj sot në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kam nxjerrë dekretin për shpërndarje të kuvendit. Dhe nëpërmjet këtij dekreti po kryej detyrimin kushtetues, i cili është i përcaktuar qartë. Në një republikë kushtetuese ka diçka që është mbi kalkulimet partijake dhe mbi interesat e momentit. Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Kushtetuta nuk është tekst ceremonial. Ajo është kontrata jone e përbashkët si shtet. Është kufiri që politika nuk mund ta kaloj dhe busulla që institucionet nuk mund ta humbasin. Mbrëm, përpjekjet për zgjedhjen e një presidenti të ri dështuan. Ky dështim nuk ishte as rastësor, as i pamenduar, por përkundrazi shumë mirë i kalkuluar dhe i ideuar, për fat të keq. Neni 86 i Kushtetutës përcakton se presidenti i ri duhet të zgjidhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Mandati im përfundon me 4 prill 2026. Kjo do të thotë se 5 marsi ishte afati i fundit kushtetues që kuvendi të zgjidhte presidentin e ri. Ky afat ka skaduar mbrëm në mesnatë. Pra nuk kemi të bëjmë me një debat politik. Kemi të bëjmë me një fakt të qartë kushtetues. Kuvendi i Republikës së Kosovës ka dështuar të përmbush një nga obligimet e tij themelore kushtetuese. Mbrëmja e së njëjtës ka qenë afati i fundit kushtetues i kuvendit të Kosovës për të zgjedhur presidentin e ri, mirëpo në sallë të pranishëm nuk ishte as pakica e nevojshme pra 80 deputet për të votuar zgjedhjen e krejut të ri të shtetit, pasi opozita e braktisë sallën. I vetmi propozim për zgjedhje si president ishte Glau Konjufca i partisë në pushtet Lëvizjave Vendosje, por për të pasur garë duhen të paktën 2 propozime. Në këtë Vjosa Osmani solli në kuvend propozimin për ndryshime në kushtetut, duke kërkuar që zgjedhja e presidentit të bëhet me votat e popullit dhe jo të parlamentit. Ndryshimet e propozuara nga Vjosa Osmani nuk u votuan në kuvend dhe Lëvizjave Vendosje në momentin e fundit doli me kandidaturën e dytë Fatmire Kolçaku Mullhaxha. Votimi nuk u krye pasi në kuvend nuk ndodheshin as 80 deputet. Në sallën e parlamentit ishin të pranishëm vetëm 66 deputete të shumicës parlamentare. Kryetaria e kuvendit Albulina Haxhiu nuk pati rrugdalje tjetër veç se të ndërpriste seancën në mungesë të kuorumit. Pas mbylljes së seancës, kryetaria e kuvendit Albulina Haxhiu i është drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesën për të pezulluar afatet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit.